Shkodra Art Residency 25 të lloj ekspozitë ndërkombëtare e hapur në ambient e Galerisë Arte në Shkodër me moton aty ku arti kthehet në identitet. Kjo ekspozitë prezantoi vepra të realizuara nga 20 artistë pjesëmarrës nga vende ndryshme të botës. Organizatori Azem Kuçana dhe kuratori Samir Ahmeti theksuan se qëllimi është të krijohet një hapësirë e përhershme e shkëmbimit kulturor ku arti shërben si ur komunikimi mes kombeve. Është viti i dytë që organizohet qytetin e Shkodrës, edhe është me pjesëmarrjen e shumë artistëve nga shumë vende të ndryshme të Europës. Pjesëmarrja e artistëve në kontributin si më thon, bashkimit të artit me vendet e ndryshme të Europës, të cilët shkëmbejmë eksperienca, ka teknika, diferenca ndryshme në qasjen e artit, dhe pak a shumë dhe më thonë përmbledhja e gjithë saj është një vazhdimsi edhe ku ka më bukur se në qytetin e Shkodrës. E veçantë është në Shkodër. Shkodra është djepi i artit dhe kulturës, është ajo që i frymëzon të gjithë artistët. Është si një lloj magneti për gjithë ata, se mos për artistë të artit figurativ. Atëherë është edicioni i dytë i këtij aktiviteti dhe po themi titulli i plot është Shkodra Residence, aty ku arti kthehet në identitet. Sepse arti këtu është shpinë e vet. Yes, I'm first time in Shkodra. Është herë e parë që unë jam në Shkodër dhe këtu kam ardhur për të prezantuar veten time. Unë jam një dance, është kërcimtare profesioniste e densit themi klasik ose klasik dhe modern bashk, dhe paraqes gjithë ato lëvizjet të cilat do të bëjnë gjatë kërcimit. Ekspozita do të jetë e hapur për vizitorët në Galerinë e Arteve për një javë.